motrat. Me ka të vështirë. Përse shumë? Lying awake with the sound of an emptiness you left behind. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. Oh, I wish the sun would rise and see the clouds pass by. Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. E dini sa është ora? 8:14. Edhe është data 31 janar, ditë e shtunë, dhe 8:13 bëj unë një mega dush. Në fakt, e bëj flokët, i laj, kur kam fillu punën, dhe me thënë që kur jam i këthyn punë në shtator, në gush shtator, e kam bërë kështu si rutinë që të laj flokët, ose të premte ndarkë, ose që shtunë në mëngjes, se dush, normal që bëj çdo ditë është punë tjetër kjo, sepse dua që flokët t'i kem super bukur, që gjithë fundjavës, më përpara thoja, asë në shtëpi jam, çam duhet mu t'i bëj flokët, t'i laj flokët e kështu, rriun aty, jo, më pëlqen të dukem bukur edhe në fundjavë, jam në shtëpi, në dal, thjesht të vishëm dhe jam okay, sepse floku i rregullum, mendoj unë, është gjysma e punës kur bëhesh gati. Ja, për shembull tani kam bërë dush, i stiloj më vonë me këtë revlonin që kam, edhe i kam kështu super mirë deri të hënën. Peste të hënën stërvite, ai flokët dhe i bëj gati, i rregulloj dhe i kam gati për të martën që shkoj në zyrë, për shembull, se të hënën punoj nga shtëpia. Në fakt, kur ushtrohesh, kjo puna e larjes kokës është një organizim, sepse normal djersitesh edhe duhet i organizosh ditët në mënyrë që flokët jenë sa më bukur, ose mos thonë që shkoj edhe në zyrë 3 herë në javë, duhet t'i kem flokët bukur. Edhe në shtëpi, që po them nesër. Është shumë herët, kështu që tani të shkojmë, do i marr me vete sot gjatë ditës. Kam menduar ta bëj këtë vlogun jo shumë të editum në momente reale dhe nuk do filmoj shumë për Instagram, sepse po filmoj për Instagram, atëherë nuk filmoj shumë për YouTube. Kështu që doja kushtoj kohën YouTube-it dhe të shkojmë tani të bëjmë kafet tona më të mira të botës. Dita e shtunë e pim kafen me Gerin, se jo shumë shpesh na bie të pim kafe bashkë, për ditur se gjatë javës jemi shumë të zënë. Mëngjes ai del herët, unë gjithashtu, dhe nuk kemi një moment që ta pim kafe bashkë, kështu që do bëjmë një kafe, plus që kam marrë një makinë, do të thënë kam pasur bashkëpunim, një makinë kafeje ekselente nga Temu, jo sepse kam bashkëpunim, por me të vërtet ekselente. Doja t'tregoj dhe do bëjmë kafen me atë. Pas gjumit parë të hemës do dalim, kemi për plane me motrën, kështu që thjesht rrini këtu. Ju marrë një ditë timen të shtune, do shta edhe të dielën dhe si duket ajo. Çka ka mami? Erëm te kuzhina. Të rregulloj fa kamerën se po lëviz. Dhe këto janë enët që kemi larë dje në darkë, që nuk me ka zënë makina, se këto makinës janë larë, po do i heq më vonë. Edhe si fillim i vendosim në përvënde, sepse s'ta bëjmë kafe në të rëmujen. Dhe, Ohema ka fillu me hec. Ohema ka hec, edhe i kam përësitur një palpuca në Amazon, i pyta goca në Instagram se cilat kucë më sugjeroni për fëmijët. Dhe ju që jeni në Gjermani, më sugjeruat këto të elefantën, duket, prononcimin në fanja. Dhe në fakt nuk i mora ato, sepse nuk kishte këtu në Belgjikë. E prova edhe në Zaland dhe Mospovinin, por që jo. Ndaj e mora të firmës Geox shkruhet, prononcimin nuk e di. Edhe nuk e di nëse masën ja ka marrë eksakte, ka marrë 20 mishi. Do shta i dashmë të mëdhaja, pas të mendova, se unë jam ata kamën o hemës, ta shoke 21. Pas të mendova për kjo do vesh qërape. Hajde mami, do vesh? Mos e merr atë kamerën. Si kam vendos tripodin edhe vdes për tripodin o hema. Dhe të shohim tani kur na vjen, inshallah nuk janë të vogla, se duhet jenë pak më çik më të mëdha, që të veshim qërape, trasha. Po mami. Jo të lutem, se do ma prishësh kamerën. Opa, e mori. Që kështë e jema nga. Vashi papa? Ja. E të me bra? Po si do bëjmë me kafen kështu, zogujmë? E po thoja që ka marrë ato të markës Geox, të shojmë tani kur të na vinë, do i tregoj këtu me juve, thanë që do vinë duke të dielën, nesër, të shohim. Është rritur, thot plot fjalë, mami, papi, drita,
Daisy, Hajde, Ik. Që thë tjetër, Hema? Baby, vdes për babyn, se ka një libër që për lexon tani aty. Vdes për atë librin dhe thot baby, baby, baby. Baby, mami? Baby, jeta ime, është të lexu librin. Vdes edhe për libra. Urritën fëmijët. Kush i ka bebën në jetën mosh me Hemen? Na urritën, tani na bëjnë një vjeç edhe pak. Se beso duhet ta përgatisë ditëlindjen e Hemës. Nuk do bëjmë një gjë të madhe, por që do bëjmë diçka për princeshën Hemen. Mami, ç'i bën mami? Mami, merre ujin. How's everybody doing? Hope everybody's well. It's been a while. It's been a long time. I'm back. Është makina e kafës që për ju flisja. Nuk besoj se është që nga për me pluar, edhe pse pastroj këtë ditë. Por është shumë interesante, sepse shikoni pak, këtu kemi disa koka të ndryshme. Kjo është vetëm për të futur ekspresin. Më duket se kam heq që nga dje. Kjo është për të futur kafen pluar, që unë kam këtë këtu. E kemi që në dhjetor, në kanë dhuru kolekte Gerit. Është me karamel, shumë e mirë. Ka dhe këto kokat e tjera që janë për kapsulat si këto që unë kam, që janë për makinën Nespresso, por dhe ato që janë këto të vogla, dhe me thënë, por dhe ato që janë të mdhaja të Del Gustos, dhe me thënë, njëra është për ato, tjetra për këto, dhe unë tani të bëj me këtë kafen në pluhur, sepse më pëlqen shumë, të ndrejtën jam fiksu me karamelin, edhe pse nuk ka zero sheqera, thjesht është flavor karamel, shia, edhe do i bëj këtu për të dy, kjo është e Geri që ka sheqer, e imja është pa sheqer, do bëj këtu, bëja bërë barista tani, këtu kam këto të qumshtit që do e ngroh, edhe do bëj kafe. Shoqja juaj vogëlushe o Hema është këtu dhe polun me lodrat, shi si rje ullur. O jeta ime! Bravo, Hema! Faleminderit, pastroj ti, mami? Wow, vajza ime ka bërë pastër. Të lumshin duart, o Hema. Bravo, Leprushim, bravo. Ha? Po që nga më e madhe se ti, o mami Lecka? Ha? Të të bëjës? Kafet janë gati, kjo është e imja pa sheqer, kjo është e Gerit. Kam fiksu me këtë tasin dhe në asnjë tas tjetër nuk shijon kafja si kjo. Në asnjë tas, do të thënë e dua patjetër këtë për kafen. Nuk e di nëse jeni edhe ju kështu si unë. Hajde pim kafe. Hajde. Nuk është se kafja pihet në qetësi, a? Ja ku është kafja dhe po bëjmë mëngjesin o Emës, po i qëroj ca mandarina, si ka shumë qef, po ja pres të vogla, në mënyrë që ti haj, dhe me thënë ja heq lëkurën, edhe i bëjt vogla, edhe ja le të pjata, kam buk me vezë dhe pancakes. Më duhet t'i blej një karike kështu druri që ta vej këtu, se do në të partë pjesë e çdo gjëje, edhe më e sigur, e mori këtë qajnikun, edhe është gjanë. Ja, kështu vogla ja bëj. Shikoni pak? Tëkë. E alen mami këtu dhe i anë Hema pastaj. Tëkë. Si bën mami? Tëkë. Tëkë. Sipi mami kafen. Ka marrë qajnikun. Sipi mami kafen. Dhe ka lëzën shoqeve mami të sipi mami kafen? Sipi mami. Të këshon për ty o zot. E kështu, ja, mëngjesi gati. Ja kam bërë, keni thënë që t'rregoj pak receta, por shikoni që e kam bërë këtu. Tu kam buk me, ja kam, do të thënë, një copë buk, o mami të lutem se të bërë shumë zhurmë. Prita e që këtë? Është buk që e kam palosur në dy si hamburger, brenda kam brokoli dhe patate. Brokoli dhe patate në ëmbël që i kam shtyp, pak djath, guda ose djath bardh, dhe u kënaqoj, me të qeni.
Dhe në vezë të rrahur e kam po jeta ime të dua. Në vezë të rrahur e kam vendosur këtë, kështu bukën dhe kam skuq dhe e han shumë ema. Shikoni pak është si punë hamburgeri që brenda ka patatën e ëmbël, djathin siç ju thash dhe brokolin e zier që i kam bërë. Pak mandarina këtu dhe këtu kemi një pak pancake që ja kemi bërë me tërshër dhe dardh dhe cinnamon, si thuhet, kanell po. Dhe ujë normal dhe kështu. Ikëm tani të ham. Bravo Hema, me mami do haj buk. Njam Hema, kështu. Të lutem, të bëftë mirë. Kujdes është pak e nxehtë. Merë. Nisi me pancake. Bëftë mirë. Ja dhe mëngjesi dhe ujin. Fakt, arsyeja pse ja bëj kështu sepse Hema ka të vështirë të haj frutat kështu. Me të vërtetë frutat nuk është si ka shumë qef. Po thaj që Hema e ka pak të vështirë të haj frutat, nuk e di pse nuk preferon, gjë që bebat e tjerë zakonisht doktoresha më ka thënë që preferojnë frutat më shumë se perimet. Hema është më shumë perime dhe çfarë bëj ja fus frutat nëpër pancakes, nëpër gjëra të tilla në mënyrë që t'i haje. Përveç mandarinën, bananën i ka më qef dhe lule shtrydhen, ndërsa të tjerat mundon t'ia fus nëpër ushqim që t'i haje. Tani po han dhe ndërkohë që Hema han, mbaroj unë kafën time dhe të thaj flokët, se nuk do i rregulloj tani, do i rregulloj kur ajo të flej gjumë, edhe 45 minuta flejnë, pasi të haje los pak që ta trete, i jap edhe për të pirë dhe gjumë. Atëherë unë merrem me veten time. Dhe ashtu më keni thënë që stoke shet një gjë kështu që vendoset kështu për të mos qenë gjërat në tokë, s'u vendos të çarçafin e vjetër. Në fakt, ka më shumë gjëra në shtëpi sa që më duke se do mëzoj vend. Tani nuk e di të shohim, por që për momentin kështu e bëj. Një përësi nga Amazon, edhe këtu është një dhuratë dhe për Hemën, dhe tash ta ha. Tregoj para se me ranë gjumë, se edhe pak minuta e kemi edhe në gjumë, se hangër. Nuk di pse i mbaj këto tani, por i hoqa, kemi dhe Hemën këtu, kështu që ndonjë aksident vogël në gjumë. Na bëni mund edhe të ndodhi. Hapim dhuratën e Hemës. Dhurata! Thank you, mami! I ka marrë Hemës këtë bordin që është me dru, do të thënë me dru, dhe janë kafshë të ndryshme që t'ja mësojmë emrat. Dhe janë kështu, besoj e keni parë dhe keni vënë dhe e keni parë. Tash pse mos t'ja marrë gocës, ndërkohë i tregon edhe i thua edhe në kafsha bën kështu, edhe emrin, edhe super. Unë ja them në shqip, babi vet në anglisht, ku ka më mirë, domethënë se kështu. Ja heq këtë plastikun, se Hema me zi po e pret. Shiko mama? Sa bukur! Dhe ku t'ja treguar para se Hema të bëj namin këtu, janë gjelin kemi, lepurin, lopën, qelin këto, kalin këto, kafshët më kështu edhe i thua, kjo është këtu dhe vendoset të kje këtu. Pastaj do fillojnë ato, na tregon se si bën lojra. Po ja tregoj mamave si kanë bebe si unë që i interesohen si puna ime. Ska mamë besoj që nuk, mamë me bebet vogël që nuk interesojnë lojrat e reja për bebet. Unë e mora këtë, sepse nuk është se shumë e rëndume me kafë shumë të vështira, janë këto më baziket, edhe nuk ishte shumë shtrenjtë në Amazon, mund t'ja vendos këtu linkun, duku të se di, se më e vend sa lekë e mora. E kështu, t'japim të shohim që do bëjo Hema. Shife mami këtu vendosej ti mami? Që është kjo? Delia! Delia, ja bën dogi. Po do të më thanë shqip, qeni. Pëlqen ty mami? Po i lunë, po e shikon. Bravo Hema! I ka rgjume edhe e di nëse si janë bebat, ka rgjume. Nejse, kemi që kemi tjetër këtu dhe pakoja. Kam marrë këtë për flokët e Hemës, ta mbush me ujë dhe pak vaj bajamesh të ëmbël. Dhe që t'ja ftiret flokët. Edhe kështu. Mora pink.
është e vogël, e mbaj aty tek rafti o hejmës, ku kam edhe gjërat për kokën. Mere, mami, kjo është edhe kjo është për ty. Mere, të lutem. Wow, çfarë ka bërë mami gocës! Sa shumë, mami! Dhe fundit e kam marrë këtë për vete. Edhe për o hejmë në herë, se ja stiloj këto baby hair. Është kjo furqa, që kur të bëjmë një, si thua, një kapim flokët, i stilojmë kështu dhe unë e kam vendosur t'i lë flokë të rriten. Okej, po e them këtu. Dhe shpresoj të mos ndroj mendim, do i lë flokë të rriten dhe më arritur goxha shumë që ku i kam prerë në verë që i kisha skandal. Dhe kur më nuk do e bëj ashtu. Nuk ishte me dëshirën time, në fakt, ajo më preu shumë shkurt. Nëse. Po më janë rritur, edhe do mundon ti mirë mbaj sa më shumë, edhe ti tani kapi ndonjëherë në punë. Edhe kjo ndihmon që flokët të bëhen bukur, të duhet. Kështu. Kam porositur gjithashtu edhe një kështu batanie që se di si të themi, për karrocën që futet baby komplet, që futet baby aty dhe rrin ngrohtë, por do vim duket soft, edhe nëse vjen para si dalë do ja tregoj. Tani do vendosa hejmën gjumë, do mbledh këtë rëmujen këtu. Dhe do bëjmë gati për vete se nga dreka, nga ora 12, kur qoto hejma dhe dalim me motrën. Me fëmijë asgjë nuk shkon sikur e ke imagjinu, po hejma nuk fleti as një orë, se nuk e di shumë, mos më pyesni pse. Edhe u zgju, edhe unë kisha kohë as bëj as vete gati as asnjë gjë, thjesht bëra ca qofte që i kam duke u pjekur, i kam bërë me patate të ëmbëlsir, i kam shtypur me kinoa dhe thjerza që i kam shtypur, nëse se kinoa është e vogël, dhe doja t'i gjerja vezë, po kam harruar me nxjerr vezë. Nëse pak djath huda dhe mish të grirë viçi dhe po bëhen. Mora supë me vete sepse po dalin, është supë jeshile me presh, spinaç, brokoli. Po mama, dhe kam veshur vajzën. Tu kemi ujin. Ja kam ble këtë termosin vetëm për jashtë. Kam më shumë pak. Serën e kaluar ju kujtohet që hova në biberon. Dhe dola javën e kaluar me shoqen time Migenën, që e përshëndes nëse ishte këtë vlog. Ishim në orkestra dhe ja mora vajzës këtë, që është kështu e rëndë, do të thënë është fiks për medal, për shembull edhe në verë, i fusuin e ftohtë dhe i rrin në vend temperatura normal dhe edhe tani ndihmë nuk është se i ftohet më shumë. Po marr këtë, më futur këto snacks, janë chipsa me oriz, shumë të mira, nuk është se kanë gjëra të shtuara. Ja marr se e hutoj ndonjëherë në karrocë. Çfarë do marr tjetër? Do marr supën dhe qoftet që po zihen, sipas kam mbyllur mirë, që po piqen. Vajzën e kam gati, thjesht vetëm duhet t'i bëj flok, por nuk e di se si do e bëj se nuk është geri më në shtëpi dhe kam frikë ta lej në sallën vetëm, plus që ka frikë ajo nga zhurma e tharëses, që nuk e di se si do veproj. Por që dhe gjejmë një zgjidhje, i futa te kjo që na ka dhëruar Ersis, po marr çantën e madhe. Kaq. Një pampers, rregulla të lagura. Shikoni pak që e kam veshur këto pantallona që ja ka ble gjyshja nga ana babit për Christmas. Vdiqon dhe këtë bluzën që ja ka marrë tek Zara dhe do i vesh edhe çizme. Po mami, si ylli. Wow! Të sta jap mami, se është kamera dhe prishet. Dhe ja kështu princesa Hema, që nuk ka fjetur shumë gjumë, por ne do dalim, qënë si ka dhe po e kruan syt. O bo. Nëse. Ja, bukuroshja. Dhe fillon tani sherrri këtu. Opa. Kështu kanë dalë qoftet. Kjo që shinja është guda me kinoa, me pak thjerza, mish të grirë dhe kaq besoj. Dhe pak patate të ëmbël. Ti kisha hedh pak vezën e kuqen e vezës, por harrova. Do një shqell, le pak të ftohen dhe do i marr me vete. Strangers feeling about to explode. I held my
jemi kthy në shtëpi s'ka pak, edhe shpërë mos ngrënë, një dha edhe babi vet, ishte edhe Geri tani po vendos në gjumë. U lodhëm fakt pak se me zuri gjumi jashtë, ishte shumë e lumtur që pa tezën e vet, por u kënaqëm shumë, na ra edhe dielli, super, marrëm kafe, unë hongra një sanduiç me mozzarella dhe tomate, sepse nuk kisha ngrënë në shtëpi. Mora vetëm ato krakersat që pash, thash bobo do rija gjithkohë se nuk do ha dhe s'është mirë. Dhe tani në shtëpi do bëj makarona, që të ha salat me makarona, tuna, kam misër, kam domate kastravec, pak feta, do bëj një salat kështu, ora është 5:30 do ha. Kam dar disa rroba që du t'i laj, 3 lavatriçe, dhe shkoj poshtë të vendos një 2, derisa të lanë thanë të vendosa një tjetër. Në rëndis shpinë, edhe kur të zgjohet Ohema, do shkojnë bëjmë pazarin, na duhen vetëm fruta perime, se pazarin e madh e kemi bërë javën që shkoj. Edhe do mundom të editoj një reels që kam për në Instagram. Kjo do ishte pasditja, por si fillim bëjmë me hangër, sepse edhe më ka marrë uria të drejtën dhe nuk më pëlqen të ha shumë vonë darkën, maksimumi kur jam punë është tjetër gjë, se ha kur vin shtëpi ha me Ohemën. Por sot besoj të ha 5:30 edhe i bie që e kam mbyllur me darkën dhe thjesht një gjë të thjeshtë, lehtë e ha në darkë që për shembull një mollë, një frut, një gotë me qumësht, kos. Dreka darka ime gati, hodha dhe vec dhe më boftë mirë. Kam shumë uri. Përshëndetje nga dita tjetër. Më duket sikur kam kalu një jetë dhe pse është ora vetëm 1. Me mëngjesi dhe gjitha gjërat, por më erdhi pakoja e këpucëve të Ohemës, sa t'i bëj një unboxing dhe të shikoj edhe vetë se hera parë që blej këpuca tamam për Ohemën dhe të më drejtë nuk ishte lehtë të gjejmë një numrin dhe nuk e di nëse kam gjetur apo jo. Kam marrë këtë firmën Geox, nuk e di se si thuhet. Sa cute, sa paketimi vogël. Po, do të provojmë tani me Ohemën. Më duken pak të mëdha. Wow. Kam marrë masën 21. Dhe shikoni pak këpucët e para të Ohemës. Dhe ja provojmë tani, janë lëkur, i mora diku me ullje 30 sa euro, po vjen Ohema këtu. Ma me është qise, nuk hajë. Dhe janë super, janë me një. Dhe po thoja, se me marrë Ohema njërën këpucë, janë me një qitës. Me marrë këtë ngjyrën grill, sepse edhe nuk ishte shumë ngjyra në stok dhe unë i doja shumë shpejt. Shikoni brenda pak, nëse duket e kanë këtë semelin goxha të butë dhe të ja vesh tani. Ku i ki mami tjetërën të të shoqeve? Voilà, inshallah i bëjnë, masa 21 i ka marrë. Këpucët janë pak të mëdhaja, e pyeta edhe qatin, i thash, vajza ime ka një, se Ohema bën për, po, sot jemi me një shkurt, Ohema për 4 ditë bën 11 muajsh, e pak ka ditë lindjen, që nuk e di se si kanë shku to muj, edhe më tha që është pak e madhe, 20, sepse maksimumi që mund të rri pjesa e gishtit madh me hapësira këtë të gishti, është 0.5 deri 1 cm, jo më shumë. Dhe ndjej që është më shumë, kështu që po ja marr 20 te Zalando, po ja marr 20 tek Amazoni dhe vjen nesër që në mënyrë që të vin nesër dhe këto që i ka, po e bëj tani porosin, do ja kthejmë, sepse mund t'i kthej, do ja marr një pak tjera. Tani po bëj drekën, hajde mami. Po ecën Ohema. Hajde, bravo! Tani po i bëj drekën, kam pull që ja kam bë, me pak pasta me djath edhe në frut. Shumë thjesht, nuk është se do i bëj, se mendoj se edhe pakës, se pastaj do dalim për xhiro, për kafe, të natyra. Vdesim ne dalim jashtë, mami? Po. E porosita, 21,97 kushtojnë. Kështu, këto këpucat të mëdhaja, por shumë të mira dhe shumë të bukura. Janë shumë cute, shumë të mira, më pëlqejnë shumë se si rrinë në këmbë.